Në episodin e 8 të Sepon Max, po rikthehemi prap në Bodrum. Në Bodrumin e bukur që besoj të gjithë e pëlqeni. Në këtë epizod kemi vendosur me dalë në Gymbet, që është pjesë shumë e bukur e Bodrumit, edhe me po se çka na ofron kjo pjesë. Po ashtu, përveç kësaj, do ta shohim edhe jetën e natës, që siç e dini shumica nga ju, është një prej vendeve që njihet më së shumti për jetë natës, me shumë klube të famshme e që shpeshherë mund të shohim edhe artist të famshëm turk. Për me vizitu këtë vend të mrekullueshëm, edhe me i përjetu gjitha këto që po i përjetojmë edhe ne, e keni shumë të lehtë. Me Max Travel, tashmë fluturimet janë direkte çdo të mërkur dhe çdo të shtunë, me super oferta në super hotele të bukura që i ka Bodrumi. Hello njerëz
qashtu si në Istanbul. Edhe e treta ish, mënyra diçka mu më pëlqej mas shumë, të që mundeni me marrë rend. Besoj ma qet po se po qa kena mujt me vrejt, besoj këto e din krejt se Bodrumi njihet për arkitekturën edhe strukturën e ndërtumit shtëpive edhe nejse banesa nuk kesh, po shtëpive, po thonë edhe apartamenteve që ngjyra e bardhë dominon. Do me thonë përveç ngjyrës bardhë është shumë rrallë mundeni me gjithë përveç ngjyrës bardhë, mos me thonë hiç nuk mundeni. Edhe qa kena mujt me vrej tjetër, që nuk ka ndërtesat me elta shumë. Ja, krejt apartament. Inshallah edhe që ky aparati janë, për ju sill pamjet qyshen aty i pa dhe na. Po besoj që po se është shumë i mirë. Kështu që hajde po vazhdojmë edhe pak po ecim. Restoranet veç janë bogati për darkave vjen tash, po për dark, që njerëzit kanë me dalë në qytet edhe me hongër darkën. Pas ka shumë restorane të bukura, unë s'po di, besoj që krejt e përgatisin ushqimin mirë, se nuk po di tash mi u veçu 2-3 restorane se nuk i kom provu. This is the best. Okay, shesam pa, this is the best. Jelken Ballik. Që në kanë përgatit edhe për dark. Kështu që një restoran i mirë për me ardhë me provu kur jeni në Bodrum. Hajde po im qëtu në qëtë rrugic. Hajde qëtu po kom qef me i. Qëndej po ke qef, a? Qëtona po kom qef, se a din qysh është si në për foto që i qesim do rrugicat ngushta në për këto qytetet e bukura, edhe mu po më pëlqen shumë që kjo pjesë.
Zireni, nuk e di. Ka dyqanet bijuterive, ka butiqet ndryshme, ka dyqane kafes, tjetër çka pat, tjetër, që edhe një dyqani banave, po kryesisht janë butiqe. Që mundeni me ardhë. Sa e një duke qëndru në Bodrum, se e di që në Bodrum, sidomos që të kohë që e na dalë, na nuk rrini asnjë në hotel, kështu që na po ju tregojmë çka mundeni me vizitu për gjatë qëndrimit tuaj në Bodrum. Që është 50% zbritje, nuk i dihet që aty e gjen ndonjë sa të mirë. Tash po shkojmë te marina, sa e kemi hala dritë, edhe po e shohim edhe aty një pjesë shumë të bukur të Bodrumit, edhe një pjesë që njihet Bodrumi për të. Aty parkohen jahtat e shumë personave të famshëm, të VIP-ve, të aktorëve të Turqisë, edhe të njerëzve të ndryshëm që na kemi me i po veç për pak minuta, që veç erdhem në fund të s'po di jam i thonë qandër tregtare, se është shumë e vogël, po ka sande që mundeni mi qetë edhe këtu. Hajde nga këtu, tash po shkojmë te marina që atje po edhe po ju tregojmë do jata edhe që atje. Kështu që kur vini, mos harroni, kur vini në Bodrum, mos harroni me dalë në qytet gjithçysh me dalë, se është një qytet shumë i bukur, edhe me ardhë, edhe këtu, edhe në qytet me hongër diçka, edhe me vizitu marinën, edhe me vizitu kalon e Bodrumit që tash kemi me pa. Edhe pak zona zgabimshëm. Pak më zonë edhe zgabimshëm, pak i mërzitun. A dini pse i mërzitun? Se nuk na lanë me hy te një pjesë e marinës aty ku ishin jatat ma luksoz, për shkak që ajo pjesë ish private. Private, me jata ma luks, që kish njerëz brenda jatave, që në ardhë planifikojnë me i kalu 2-3 ditë në Bodrum, edhe prap nisën për do një vend tjetër. Jena të një pjesë tjetër e marinës, edhe kjo është pjesë e marinës, po të që kjo pjesë ka anije edhe jotat ndryshëm që mundeni edhe ju me i vizitu edhe me bo një gjiro me ta. Se po thëmë gjiro se mundeni me i marë rent, ose janë ato tour boat që bohen gjdo ditë në Bodrum, prej këtij vendi e bojnë një trip rreth e mreth Bodrumit apo edhe më shumë për me kalu një ditë të plot në jatë apo në anije, po kozha jata të mira edhe kish me qenë shumë eksperiencë interesante që me kalu një ditë në jatë. Përveç që mundeni me kalu një ditë në jatë, mundeni
Duhet pasosha këtë, për pasoshej. Për mu thy paret. Nuk bëm pa pasosh, mos u nisni pa pasosh. A I kem këtu mërë vëlla. Po. Kështu që kujna? Mos na qit, jo nuk është jemi. Mos na qit këtu, që shkë I lullzumja jemi. Tëre. Tëm këtu sande. Në këtë gota këtu. Hajt po ipi thajk. So, koka? 17. Full. Po m'doket shuftet aloj kom që shtut në rumbullak në bark. Tluk të randitme. Vend six-packave. Hongrem edhe buk. Edhe qash është ora diku 7 e diçka. Kështu që na do jemi rreth e rotull këtu. Edhe po presim që më uteru pak, edhe me shku në një rrugë tjetër, në jo këtu te Marina ku jemi, kemi me shku në Gymbet Center, atje kena me këshyr qysha jeta natës, qështu kallëzova dhe ma heret, ta shohim se si po funksionojnë klabat. E di që ka klaba shumë të famshëm edhe që rinë shumë artista turk, po jo veç turk, jo veç artista, po edhe blogere, këngëtare, aktor, e tjerë, pra njerëz të famshëm me një fjallë. Kështu që kemi me pa qysh është jeta natës në Bodrum, se thonë që bëhet mirë. E na shihemi kur të rohet qielli, okej? Se më kanë betë qëto syza ndorë prej ditës. Se këton ditën jena konë në Gymbet. Jo në Gyrbet, po në Gymbet, në Bodrum. E të shtash jo marrë një pjesë tjetër të Gymbetit. Pra të shtash jo më bashkë në qandër. Edhe që po du mi ju tregu këtu, e dini që Bodrumi për jetë natës është si ulqini të na. Edhe kom ardhë mi ju tregu që në qëtë lagje që të ku jam, kush dën jetë natës, diskoteka, bare, e shumë qka tjetër, I keni qëtu, janë dy prej diskotekave ma të famshme në këtë zonë, është Sebastiano edhe Allora, po që qëtasho ora 9 e 10 diku, edhe është hala herët, edhe hala nuk jënë mbush full, po na kemi ardhë qëtu, hajde po vazhdojmë edhe pak të poshte, edhe do bare shumë të këndshme janë, edhe që janë plot me rini. Diskotekat veç ja ka nisë me u bo gati për klientat, për jetën e natës që ka me qenë sonte, po ju të regoj edhe njerë, është ora 9 e 10 diku, edhe është shumë heret, kështu që po shpresojmë që kjo Memories Bar, We Are The Party,
Po keni atmosferë shumë e mirë se më ronë sy edhe më herët. Yeah, it's vlog. From Kosovo. Albania. Yeah. You? I'm from Turkey. Turkey. Oh, it's your bar? No, it's shisha bar. It's shisha bar. Okay, shtu e pas kam edhe një shisha bar Empire. Brother, look me. The best quality, the best marka. The world, the border number 1. Number 1. Yeah, I have a Kosovo people. Look here. Where? Inside. Really? Albania people. Really? Who's from Kosovo? A jeni prej Kosovës, a? You're from Albania? From where? I Kosovës, Prishtinës. Vushtri? Qysh jeni? Mirë? Qysh po kaloni? Që sa jeni në Bodrum? Që sa jeni në Bodrum? Që 3 dit? Shumë mirë. Qysh po kaloni? Po knoqëm. Po knoqesh? Ah, super. Edhe sa ki me ndaj? Edhe 5 dit. Edhe 5 dit. Po qa shumë. Ja, qa me bo, qështu të jeta. Jeta natës qysh po doket në Bodrum? Mirë shumë mirë. Qysh e po të emrin? Eugen. Eugen, prej Vushtris. Po. Hajde të folja Vushtris krejtë. Fol në vështërë të Kam të shojmë Me rrugët. kushit. Qëfar televizioni? Tuka gjini. Tuka gjini, për hajë, tuka gjini shumë. Balderit shumë, më po shefe që ju pash. Që shqiptar me njerë ta... Po, bre me njerë më të regoja. Ta lofshit mirë. E pashit një pushim të mirë. Qep, në alëshun edhe shqip, midis Bodrumi. Shkojmë. Qëtë mikrofon i shala nuk jem të e mundu. Empire, shisha, Bodrum. Okej, që si priti na u bo, na të regoj që i kish dhe shqiptar, ishin disa prej Prishtinës, disa prej Vushtris. Ishin orë që 3 dit, edhe kishin me ndajt një 5 tjera, edhe ishin të kalu për gjamje. Okej, kemi ardhë në një vend tjetër, në një diskotek tjetër të famshme në Bodrum, që quhet The Jolly Bodrum. Na kemi me hi brenda diskotekës edhe me po qysho atmosfera, ora për momentin është 10:30, edhe pak nga pak ja ka nisë edhe klobat më mbush. Që që po hymë brenda edhe ta shohim qysho atmosfera në The Jolly Club. Është me njerë në këtë rrugën e famshme të barëve edhe të kafisheve. Duhet me thonë që provova me ju edhe në Allora edhe në vendin tjetër Sebastian, po kish artista të famshëm turk që nuk kanë qef me i filmu, edhe atjo është një atmosferë fantastike, po edhe këtu. Hajde Leonard, po im të akshyrim që shë atmosfera. Hello! Okay, The Jolly Club is here. Hajde të shojmë, muzikë fantastike, rini, sot kur. Na kanë mirë prit shumë mirë, inshallah e më të ndi se gjurë shumë e madhe. Sizi mi geçse Bak meleklerim böyle bir ayrı Kalkatana Seni var ya ısırım ayaklarını nene Canımın içi Jena orë të klubi tjetër, edhe që ky klub për thirke X Bar. Hajde të akshyrim edhe këtu që shë atmosfera është po ashtu në qëtë rrugën me klube plot. Hajde, t'hym branda edhe të akshyrim që shë atmosfera branda. X Bar. E njerëz, se pas, kjo ishte një ditë e jona në Bodrumin e bukur.
Po shpresoj që ju kam tregu çka mundeni me bon në Bodrum, edhe pse ka shumë gjëra të tjera që ne nuk kemi mujt me i përmbledh. Kaq sa i përket episodit të 8 të Sefon Max e shihemi javën tjetër. Mirë që doshtun, ishim zbashku me episodin e 8 të emisionit Sefon Max, edhe jemi në pjesën e fundit të emisionit, ku une çdo javë e quj këtë pjesë zbritje në max. Pse zbritje në max? Se kemi Leonën edhe këtë javë këtu, për me na sjell një super ofertë për një super hotel. Për ju thëmë super hotel, se vetë kom qëndru në këtë hotel, edhe është me të vërtet fantastik. Leon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Blen. Se s'po ta qare pa i thonë të fjallë të mira për hotel, se e di që shërë. Nuk po du ashtu, mi u thonë shikuzët që jo mira, se po, për një me është mirë, se e di e kom provu vetë. Edhe unë me njësë po plasë mi të regu qmimet. Hajde, qmimin që aty pesho, edhe, opa, 7 ditë, në side. Okej, këtë javë kom ardhë me një super ofertë për rinit dhe për qiftet. Këtë javë kemi me i dërgu qiftet edhe rinin në Side. Hoteli quhet Acadia Sorgun, Luxury, i cili ndodhet në Side, është me koncept ultra all inclusive dhe është vetëm për tritun. është vetëm për tritun, pra nëse zgaboj, është 16+. 16+, që kjo me rëndësim, se që shtu ju interesan, a ka 3, a ka fëmija, a ka kështu. Parti, sot dush. Ditë e natë. Ditë e natë, që to s'mujqa me gjetë, ndash dite, ndash natë, ndash shku ma parti. Pijet mo mës të flasim, po pret. Unë e bëdu me e prezentu hotelin me një video që e kemi përgatit, edhe na kthejmë opet me tregu kur ka nisje edhe krejt ato se qka jo ofron hoteli, po fillimisht këqëreni, edhe e di që kam ju pëlqy shumë, edhe e di që keni me përfitu shumë nga kjo ofertë që Leona na ka sjellë sot. Ta shohim bashk hotelin që e prezenton kjo video. Sorgun Acadia ndodhet në pjesën më të çmuar të vendit, vetëm 7 km nga qyteti antik Side, një hotel unik që është i pajisur me gjithçka të nevojshme për një qëndrim të rehatshëm. Koncepti i punës është ultra all inclusive dhe i dedikohet vetëm të rriturve që i bën pushimet tuaja më të qeta. Ideal për muajin tuaj të mjaltit. Hoteli ka një ndërtesë kryesore me arkitekturë moderne e hapësirë të gjerë në çdo cep të tij. Për të arritur deri në hotel nga aeroporti i Antalyas ju duhet vetëm 1 orë. Si hotel luksos, Sorgun Acadia ofron shërbim në Acadia Restaurant, Pool Bar, Beach Bar dhe Lobby Bar me stafin më miqësor dhe menynë e pasur të pijeve dhe ushqimin e shijshëm. Ofrohet shërbim edhe në restorantet à la carte për ata të cilët dëshirojnë të provojnë menyt tradicionale dhe kuzhinën botërore. Hoteli, përveç se ka 5 pishina, 3 të jashtme dhe 2 pishina të brendshme, ai ka një plazh me rër në të cilin mund të arrihet për 5 minuta në këmbë. Në plazh do i keni në dispozicion çadrat dhe një bar me pije të importuara dhe lokale. Vlen të theksohet se të gjithë mysafirët do të kenë mundësinë të ndjekin klasa yoga, palestër, si dhe të bashkohen me turne në grup, shëtitje në pyll dhe peshkim. Ky ishte Acadia Sorgun Acadia, se unë jam mësu mi thonë Sorgun Acadia. Okej, Leon, kur janë nisjet, edhe një çmimin pecekim për gjithë ata që tashmë jeni inkuadru, edhe çka na ofron ky hotel. Okej, oferta është valide gjatë gjithë javës dhe vlen për datat 24, 26 dhe 29 korrekt, nisjet. Ka me qenë gjatë gjithë javës ofertë speciale, edhe çmimi është më se special. Më se special, valla. Për 1.089 euro që është çmim normal për hotel, këtë javë kom ardhë me 799 euro për person, duke mos i përfshirë taksat e aeroportit. Sigurt për çet zbritje, po? Po besoj që gjatë javës po. Për gjatë javës. Okej. Fluturimi është
direkt me Turkish Airlines, si çdo herë. Airlines si gjithmonë, e nëse doni me përfitu nga kjo ofertë, edhe doni me kontaktu Max Travelin, tashmë e dini numrat e telefonit 049 046 043 754 754, e po ashtu edhe në rrjetet sociale të Max Travel, në Instagram Max Travel Dream, edhe në Facebook Max Travel. Po ashtu mundeni mi vizitu edhe 2 pikat që i kanë në Prishtinë, edhe me u njoftu me stafin shumë mikpritës edhe të mrekullueshëm të Max Travel. A kemi harru edhe diçka, Leon? Që vendet gjithmonë janë momentale, si në aeroplan, ashtu edhe në hotel. Kështu që janë të limitume, nxitoni. Faleminderit, Leon, për këtë super ofertë edhe për gjitha super zbritjet që na i bën çdo javë në emisionin Sefon Max. Faleminderit ty, Bland, kështu që ju presim gjithë në Max Travel. Ju presim në Max Travel edhe ne shihemi bashk javën tjetër me episodin e 9 të Sefon Max. Shihemi!